Zoti Prenga, atëherë ashtu si e thash, një tjetër raketë iraniane ka arritur të deportojë mbrojtjen ajrore të Izraelit dhe të godasë pranë Tel Aviv, duke plagosur disa persona dhe duke shkaktruar këtu edhe automjete në vendngjarje. Si e keni parë tashmë të gjithë konflikt që po ndodh në lidhjen e mesme? Si mund themi, ky konflikt në 10 ditëshin e parë të tij, në fazën e dytë, do thosha nisur e marrë në konsiderat atë të vitit të kaluar, që ishte lufta 12 ditore mes Izraelit dhe Iranit, por dhe goditja 1 ditore që bëri Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryesisht në sajtet ku pasurohesh uraniumi për të krijuar mundësinë e një patjes edhe posedimit të mbushjeve me koka bërthamore, kam bindjen që do të vazhdojë me tutje të përshkallëzohet dhe të përfshijë edhe vendet e tjera, jo vetëm brenda lindjes së mesme, por edhe jashtë saj, marrë në konsiderat këtu, si mund të themi, ambasadat e Shteteve të Bashkuara dhe objektet të tjera që janë të lidhura drejt për së drejti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithsesi, nga koha kur ka qenë në një farë mënyrë një periudhë qetësie, Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli janë përgatitur tashmë dhe e dinin se do të arrinte kjo ditë në të cilën do të kishte konflikt të hapur apo agresion luftarak, apo operacion luftarak si mund ta quajmë edhe ta emërtojmë. Në këto kushte, ata me gjithë kapacitetet e fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga ajri dhe nga deti, por dhe të Izraelit, nuk ja kanë dalë dot mban të asgjësojnë përfundimisht gjithë arsenalin e shtrateve të lëshimit të raketave kategorive të ndryshme të atyre balestike. Përfshirë këtu edhe dronet kamikaz, që është bërë një problem jashtëzakonisht i madh, ky tashmë jo vetëm në konfliktin mes SBA, Izrael dhe Iran, por edhe në konfliktin që ka hyrë në vitin e 5 të zhvillimit Rusi-Iran, Rusi-Ukrainë, Kështu që në këto kontekst kam bindjen që do të vazhdoj të zgjerohet dhe është e pamundur që pala mbrojtëse të marrë masa të tilla efikase që të mund të përballojë gjithë arsenalin, përfshirë atë raketor edhe të dronëve kamikaz të hedhura si në drejtim të Izraelit, ashtu edhe në drejtim të gjitha vendeve të tjera të lindjes mesme, pavarësisht faljes që kërkoi presidenti i Iranit ndaj vendeve aleate dhe mike të lindjes së mesme. Zoti Prenga, nga ana tjetër, mendoni se po shohim tashmë fillimin e një përballje të drejtë për drejtë pra mes dy fuqive më të mëdha ushtarake në rajon? Në mënyrë të padukshme kanë ndikimin e tyre, kanë përballjen e tyre dhe si mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Rusisë dhe Kinës në veçanti, por nuk besoj se do të arrihet të paktën në këtë fazë përballje direkte dhe konflikti drejt për drejt mes tyre. Paçka se ekonomia, sidomos e Kinës, është e afektuar drejt për së drejti nga gazi, nga nafta që kalon në ngushticën e Hormuzit dhe pjesa më e madhe e saj shkon për nevojat e ekonomisë së Kinës. Detyrimisht që ata do të gjejnë rrugë dhe alternativa të tjera për të siguruar këtë sasi nafte e gazi, por nuk besoj se ato do të futen në konflikt të drejt për drejt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo nuk mendoj se është faza apo momenti në të cilin Kina do të përfshihet në konflikt të drejt për drejt. Zoti Prenga, nga ana tjetër, fakti që një raketë arriti të depërdojë sistemin e mbrojtjes ajrore, ngre këtu sigurisht pra një pyetje të madhe. Mendoni se po ndryshon e gjithë balanca ushtarake tashmë në lidhjen e mesme mbas këtyre konflikteve? Në aspektin ushtarak e luftarak aq më tepër, ka gjithmonë mangësi e boshllëqe, të cilat pas përfundimit të konfliktit, ekspertët ulen dhe i analizojnë dhe shtylla e mësimeve të nxjerra si në një stërvitje aq më tepër në një operacion luftarak është ajo të cilës do të jetë programi i punës për cilën do forcë të armatosë dhe për cilin do vend nëse do që të kontribojnë në drejtim të sigurisë dhe mbrojtjes dhe të realizimit të objektivave në këtë fushë. Është absolutisht dhe ngelet një nga objektivat dhe detyrat parësore pas përfundimit të konfliktit
studimi, analizimi dhe masat paraprake të zhvillimit të kapaciteteve si në sulm, ashtu edhe për mbrojtjen. Gjithsesi, të gjitha llojet e kapaciteteve që zhvillohen në një vend siç është Izraeli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo vende të tjera të zhvilluara dhe që vërtet janë edhe të kërcënuara pavarësisht se në situatë ndodhen, kam bindjen që do t'i përkushtojnë shumë vëmendje të gjitha boshllëqeve që janë konstatuar gjatë një operacioni luftarak. Ndërkaq, zotër Prenga, Tel Avivi është goditur përsërish me raketën balistike iraniane, ndërsa ekspertë të shumtë kanë paralajmëruar se disa prej tyre mund të jenë modele të reja me teknologji të avancuar. A është ndoshta ky testi i ri i forcës së Iranit, apo nga ana tjetër kemi këtu një paralajmërim që për një konflikt shumë më të madh se sa ky? Gjithmonë teknologjia, si në çdo fushë të zhvillimit shoqëror, edhe ajo në fushën e zhvillimit ushtarak dhe të patjes së diferencave ose të bërjes së diferencave mes palëve është pjesa e teknologjisë dhe e avancimit të saj. Jam i bindur që edhe Irani në këtë kontekst që është rritur në një farë mënyrë në luftra e mes luftrave, ka punuar dhe ka investuar fuqishëm për të patur lloje dhe tipet të ndryshme të raketave balistike si një nga fuqitë më të mëdha mbi të cilën ai ka mbështetur reagimin si për mbrojtjen, ashtu dhe për kundër përgjigjen ndaj Izraelit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në distancë apo edhe vendeve të rajonit ku deri tani ka përgatitur. Askush nuk mund na sigurojë që nuk mund të ketë goditje të tjera edhe në objektiva të tjera përfshi edhe Evropën. Kështu që këto janë dhe do të mbeten rrisqe, do të mbeten kërcënime për të cilat vendet respektive dhe strukturat ndërkombëtare duhet të jenë të përgatitura të marrin masat e nevojshme për të minimizuar efektet në raste të tilla. Jam i bindur që edhe Izraeli, që ka një nga më të veçantat në botë, do thosha sistemin e mbrojtjes raketor dhe të goditjes nga ajri, jam i bindur që edhe në llogarit që ata kanë deklaruar vetë nëpërmjet shtypit edhe konferencave, që ai nuk mund të arrijë të mbajë dhe të bllokojë, të interceptojë dhe të asgjësojë gjithë arsenalin e raketave apo të dronëve nga ajri. Detyrimisht që bëhen llogarit teorike dhe sistemi është zhvilluar mbi këtë bazë që 90% të sasisë së raketave apo të dronëve, po të fluturimeve nga ajri që i drejtohen dhe adresohen për Izrael të mund të interceptohen dhe të asgjësohen përpara se të prekin tokën apo objektivat ku ato janë adresuar. E qartë. Ndërkaq, zoti Prenga, nga ana tjetër presidenti amerikan Donald Trump e ka cilësuar Iranin si një tigër prej letre dhe nuk e përjashton mundësinë të përdorimit të forcave speciale për të sekuestruar uraniumin e pasuruar të Teheranit. Si shihni të gjitha këto deklarata të presidentit amerikan dhe mendoni se ky është një paralajmërim ndoshta për një operacion të drejtë për drejtë ushtarak brenda Iranit? Unë mendoj që kjo është pjesë e propagandës dhe e motivimit të palëve, si nga pjesa e Iranit, ashtu dhe nga pjesa e Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo e tashmë njihet si një formë e përdorur, mënyra se si varet nga personi që bën deklaratën apo paraqiten para mediave dhe publikut. Unë nuk do të ta gjykoja që është një tigër prej letre, përsa kohë sot jemi në 10 ditë që një goditje masive nga ajri, masive do thosh edhe deti të gjithë objektivave, por përsëri ata vazhdojnë të rezistojnë e aq më tepër edhe të kundërveprojnë. Në këto kushte, unë do thosha që operacion masiv toksor nuk besoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës as Izraeli do të jenë të përfshirë, por operacione, si mund të themi, kirurgjikale, pasi ata këta kenë zbuluar realisht se ku ndodhet kjo sasi e uraniumit të pasuruar, nuk përjashtohet mundësia që nëpërmjet forcave speciale të mund të organizohet një operacion i tillë për të marrë sasinë e uraniumit të pasuruar dhe për të hequr mundësinë Iranit që në një të ardhmen të shkurtër të mund të përgatisë edhe të posedojë mbushjen apo kokat e raketave me mbushje bërthamore. Këtu vetëm këtë pjesë mendoj unë që është e mundur dhe
është diskutuar, mund të jetë dhe në skenaret e mundshëm të veprimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit, dhe që në momentin kur ata ta shohin të arsyeshëm, pasi të jenë dobësuar, si thosh, objektivat ushtarake kryesisht dhe gjithë, si mund themi, infrastruktura e domosdoshme e drejtimit e leadershipit politike ushtarak të Iranit, jam i bindur edhe garda revolucionare në këtë mes që është kundërshtari më i ashpër dhe i flakt, kam bindjen që mundet të kalohet në këtë lloj operacioni të quajtur kirurgjikal me forca speciale të detajuar, të studiuar dhe të planifikuar jashtëzakonisht mirë, mund të futet në një kohë relativisht të shkurtër për të përmbyllur këtë operacion dhe për të hequr këtë mundësi Iranit duke i marrë uraniumin e pasuruar. Zotë Prenga, nga ana tjetër i gjithë ky skenar pra që Donald Trump ka hedhur në tryez, i cili mund të ndryshojë të gjithë ekuilibrat, mendoni se do të ishte hapi që ndoshta mund ta çojë rajonin drejt një lufte të hapur? Nuk besoj. Çdo ditë e më tepër Irani nëpërmjet kapaciteteve të tij dhe mënyrës së reagimit vjen duke u dobësuar, do thosha, kurse vendet e rajonit edhe ato pak që kanë qenë mbështetëse të Iranit kanë bindjen që me gabimin që bëri Irani duke i goditur vendet e rajonit, vendet mike, vendet partnere, kanë bindjen që i ka kthyer në të kundërtën e asaj që do të ishte dëshira e Iranit, pra ato nuk janë as pak në mbështetje. E vetmja mbështetje që mendoj unë se i ka ngelur në distancë e Iranit në Kina, për arsye edhe atyre që përmenda pak më lart për sa i përket aspektit ekonomik dhe furnizimeve mbi 90% të 20% në shkallë botërore që del nga ngushtica e Hormuzit, kështu që vetmja kjo është, kurse pjesa e Rusisë që e ka patur në mbështetje, kam bindjen që është më e tërhequr për shumë arsye e faktor, një nga të cilët janë marrëdhëniet dhe bisedimet që janë zhvilluar mes dy presidentëve, por dhe angazhimi i madh që Rusia ka tashmë për gati më shumë se 4 vitesh në luftën dhe në konfliktin luftarak me Ukrainën. E qartë. Nga ana tjetër, zotë Prenga, mendoni se po